Livadhet e Ketit në njësinë administrative Zibër në Bashkinë e Klozit mbeten atraksioni më i madh turistik për momentin në të gjithë territorin e rrethit të Matit. Për shkak të masivitetit të lulës së poetit, apo siç njihet ndryshe narcisi i poetit, me 10 vizitorë, jo vetëm nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por edhe vende të ndryshme të botës, vinë për të shijuar pamjen më gjepse të kësaj zone. Edhe këtë vit, vizitorët e shumt nuk kanë munguar, të cilët duan të shijojnë këtë natyrë të mrekullueshme. Vizitorët në Livadhet e Ketit janë të shumtë, ndërsa shprehen se do të rikthehen dhe premtojnë se do t'ju sugjerojnë edhe të tjerëve. Unë kam ardhur nga Athina dhe kjo është diçka shumë e bukur, diçka që s'kam parë kur asnjëherë në një vend tjetër. Jam kënaqur shumë fare me këtë pamje kaq të bukur. Gjithmonë kam dashur të vi në Shqipëri. Prej më shumë se një viti mbërrita këtu dhe doli që ishte gjithçka që kisha shpresuar. Vizitorët thonë se kanë mbetur të mahnitur nga pamja e mrekullueshme që të ofrohet jo vetëm nga masivi i dendur me lulen e poetit, por edhe lugina e Matit. Më ka lënë një përshtypje fantastike. Vendi shumë i bukur, klima, fushat, gjithçka. Kur jam përballë me këtë mrekulli, pastaj është një gjë që nuk do ta harroj kurrë, do i rikthehem përsëri dhe do t'ia sugjeroj gjithëve. Jam afeksionuar shumë radhën e parë, edhe do bëj që për çdo vit unë do t'i rikthehem po prapë këtij malit. Livadhet e Ketit mbajnë masivin më të madh me lulen e poetit në vendin ton, një lule që jeton rreth një muaj.